Mirëmbrëma të nderuar shikues. Derisa në ndonë vetëm një natë nga festa e Bajramit që në kushte normale dhe duhet të festohej kjo fest kudo që ka musliman, në realiteti dëshmon të kundërtën se në vendet të caktuara bëhet përpjekje për mbijetesë, derisa këtu dhe në vendet tjera diskutohet për fest. Sonte do të flasim për konfliktet aktive në botë, për hapjen e tyre në lindjen e mesme dhe rrezikun për përhapjen në Evropë. Këtë temë do ta trajtojmë me dy profesorë universitar, njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Fjala është për profesor Rizvan Sulejmani, mirëmbrëma zoti Sulejmani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Dhe për profesorin Mevludin Ibishit, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare me theks të veçantë studiues i lindjes së mesme, mirëmbrëma profesor, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Po fillojmë profesor me juve këtë bashkëbisedim, fillimisht për ta shtruar tezën dhe atë pyetjen e përgjithshme që sot kur po flasim këtu, a ka paqe në botë? Janë dhënë deklarata të ndryshme rreth asaj se në çfarë faze gjendemi sot, prej autoriteteve serioze politike, por edhe ato që merren me drejtë ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të sigurisë, ka deklarime të tipit se jemi në prag të luftës, jemi para luftës, ka edhe të tilla më ekstreme që veç lufta e tretë ka filluar, kurse për shikimin tim neve jemi në një paqe relative, por pa rend ndërkombëtar botënor. Sepse herën e fundit që kemi pasur profesor këtu mysafir, keni deklaruar që tani po përjetojmë një fazë të vendosjes të një sistemi të ri botëror. Po, edhe ma tutje që ndrojnë natë, neve jenë në fazën kalimtare pre një haosit gjithësisht pa rend botënor, jo se ka ekzistuar drejt ndërkombëtare sipas shikimin tim, po ka ekzistuar një rend ndërkombëtar, ka përpjekjet për ndërtu një rend të ri, por fatkeqësisht për momentin nuk shoh asnjë filozofi, asnjë ide, as parime bazë me cilët do të mund të funksiononte një rend i ri botënor. Dhe kjo e bën komplet të paparashikueshme të ardhmen, gjithsesi kjo ngjall ankth dhe frikë të elitat politike, por jo vetëm të elitat politike, edhe të intelektualët, edhe të studiuesit, por sipas shikimit tim, ne definitivisht duhet të mësohemi të jetojmë me këtë botë pa rregulla, për arsye se unë nuk jam optimist se shumë shpejt do të vendosen rregullat. Gjithsesi, unë them se tash tutje duhet jetoj me perdën e ignorancës për të ardhmen, sepse nuk dim fare si se duket, do të lirohemi prej parimeve, gjithsesi jemi të vetëdijshëm se parime dhe dogma të ndryshme mbi drejtën ndërkombëtare nuk ekzistojnë dhe bendimet duhet bëhen mbi një parim që unë e quaj rrezik, optimalizim i vendimit në rrethana rreziku. Kjo do të jetë mënyrë e funksionimit të vendimarrësve politik në një periudhë sfaku afatmesme sipas shikimit tim. Dakor, zoti Ibishi, pastaj për ta zhvendosur debatin në temat konkrete, kështu një pyetje sipërfaqësore dhe gjithëpërfshirëse, sot në nivel bote, cilat janë konfliktet më të rrezikshme që po ndodhen, që cenojnë sigurinë globale? Faleminderit. Nëse më jepet mundësia të ndërlidhem në pyetjen më parë, që të bëj një fuzion. Mendoj se nëse shifet historikisht në 13 vitet e fundit, në historinë e shkuar që themi, që mund të kalojnë deri në 5.000 vite, bota çdo herë ka qenë në konflikte. Kemi qenë në konflikte relative, lokale, rajonale, po botërore, në sens, po ka pasur edhe periudha të paqes, Pax Otomana, Pax Romana, Pax Mongolika, shumë pak e përmendin në shekulin 13 dhe 14. Pastaj Pax Amerikana që ka një rënje sistematike, substanciale, për mendimin tim, që pajtohen me profën, dhe kemi hyrë në një rrafsh ku koncepti apo teoria liberale totalisht është hudhur, është marginalizuar, që Amerika ka përdorur në viteve 90-ta, dhe kemi hyrë në një fazë të realizmit ofensiv. Deri më tani mund të them kemi qenë në një fazë ku Trumpi ka treguar një konstruktivitet në realizmin defensiv dhe Bushi fillon me këtë. Tani kemi një realizëm ofensiv ku fuqia dhe utiliteti apo benefiti i një shteti, qoftë rajonal apo qoftë fuqi botërore,
i jep tentativat dhe formatet për të hyrë në konflikt. Gjithashtu mendoj se edhe nga aspekti ideologjik, doktrina e fesë është bërë premis që nuk do të ishte standard në viteve 90-ta, po sigurisht për SBA-n që e njoh mirë nga aspekti filozofik të doktrinës së vet të etablimit të vet si shtet. Domethënë, keni një strukturë tepër substanciale të fortë që ndikon në krijimin e politikave të jashtme, biles edhe invazioneve, me argumentimin fetar, që realisht jo vetëm që relativizon moralisht SBA-n, edhe me të tjera, po këtu është apo aktori kryesor i SBA, mendoj se krijon dhe një situatë ku vetë diskursi politik për brenda SBA-ve do të ketë një nevojë 10 apo 20 vjeçar të riparohet esencialisht. Për shembull, kam fjalën për zionizmin krishter, që është përtej financave në diskursin e SPAC. Domethënë, financimi i partive politike në Amerikë nuk është më problematik e normës apo fluktuimit financiar, është problem ideologjik që intervenimi në Iran dhe indirekt ndihmesa sistematike e Izraelit për këto vite, për të ndihmuar në çështjen e Palestinës që mos të zgjidhet, është problematik ideologjik fetare, dhe mendoj se SBA-t kanë hyrë në një çosokak tepër të madh, që të duhet të shkruajnë edhe më tepër, profesorë edhe më shumë të punojnë, që të ndryshohet ky PR, sepse kredibiliteti moral ka humbur. Tani më në Iran po mendoj se ka humbur edhe kredibiliteti dhe humb edhe ushtarak, që do të kret një dinamik tjetër, besoj që pastaj do të diskutojmë. Do të lidhemi sërish. Po, sa i përket konflikteve aktive në botë, profa me gjithatë në fjalën hyrëse përmeti edhe konfliktin në Iran, pra ky i fundit që ka ndodhur, po përpos konfliktit në Iran, sa i përket konflikteve tjera që ndodhin sot në botë, çfarë mund të përmendni eventualisht cilat janë rrezik dhe cënim të rendit botëror, sepse ne vazhdimisht flasim për sigurinë globale. Dhe kjo çështja është se kur ndodhin konflikte të lokalizuara nuk paraqet ndonjë rrezik të përmasave të mëdha. Mirë, po kur ndodhin konflikti që tani akoma po zgjat, bie fjala konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Po, është e vërtet, për shikimin tim, më duket edhe me një emision e kam thonë se këto janë nus efektet e një realitetit të ri, të ngritjes së një poli tjetër zhvillimor, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe tekniko-teknologjik, siç është ai i lindjes së largëgjithsisht Kinës. Efekti ansori, aty presioni që vjen prej Kinës, ne i hetojmë sot qoftë edhe në Palestinë, edhe në rastin e konfliktit në Iran, por edhe në rastin e konfliktit me Ukrainën. Sepse historikisht është përdoftu kur dy polet parafërsisht barazohen, perëndimi dhe lindja, kuptohet këtu lindjen e largme, gjithmonë ka tendenca për afrimit të këtyre dy tregjeve të mëdhaja, jo vetëm ekonomike, por edhe filozofike, ideologjike, dhe nën presionin e këtyre dy zakonisht lindja e mesme është vendi ku edhe përplasen këto dy civilizime. Kështu ka ndodhur për shembull në shekullin e parë, dytë para Kristit, në fletë tha profesori Pax Romana, kur ishte dhe kur filloi ramja, për arsye se në atë kohë perandoria gjithsesi romake dhe atkur kinese ishin në një zhvillim të parafërsisht të njëjtë të zhvillimit, dhe atëherë filloi të aktualizohet e rruga e Mëndafsht. Njëjtën parafërsisht situata në shekullin e 15, edhe kur për pari herë lindja depërton në perëndim, shtyhet ka perëndimin në presionin edhe. Dhe parashikimit janë që në vitin 2050 Evropa bashkë me Amerikën mendohet se të kenë një zhvillim të balancuar se parafort me Kinën. Dhe kjo situatë vetë ju këtë pjesë të regionit e vjen në qendër të vëmendjes, sepse këto dy qendra që tentojnë faktikisht gravitojnë përplasen këtu në këto dikun të region, dikun ma afër Evropës, dëherë edhe ma larg. Pra ju po vendosni theksin tek zhvillimi ekonomik, pra më shumë tek aspekti edhe tekniko-teknologjik, se tash në kohët fundit Kina edhe në aspektin e zhvillimit tekniko-teknologjik ka avansuar dhe ajo ka një politikë ma parimore, s'paku gjertash, edhe se ajo ka dilemat e veta se në çfarë drejtimi duhet të bëj, por në aspekt s'paku në atë aparencë shka shihet, ato ka një parim s'paku që është i njohtur, për dallim prej, për shembull prej Trumpit, i cili vjen prej biznesit dhe gjithë politikën ndërkombëtare e sheh sikur rregullat e funksionimit të tregut
ajo është menaxhim me haosin, por në fund prodhon një rregull, oferta dhe kërkesa bëjnë rregullimin e tregut, por në esencë ai funksionon si kaotik. Dhe këtë filozofi ai tenton ta bart edhe në politik, edhe më kujtohet që është në kampanjën parazgjedhore kur ai si përparësi të vetë tregonte se ai ka qenë i suksesshëm në biznesin e vet dhe ka pas disa herë rramja dhe ngritje dhe dikush ja tërheq vërejtje se në biznesin e juaj privat ju edhe mund t'i lejoni vetë të dështoni, por në menaxhoni me jetën publike është shumë e rrezikshme të luhet me fatin e popujve dhe njerëzve. Dhe kjo është kjo fatkeqësisht nuk e quaj filozofi, por mënyrë e veprimit që detyrimisht imponon edhe te faktorët tjerë politik, me vetdije se pa vetdije, me dashje pa dashje, ju përshtaten këtyre rregullave të reja të funksionimit në politikën ndërkombëtare, edhe se në parim unë gjithmonë kam thënë politika ndërkombëtare nuk ka rregulla, ka vetëm dy rregulla. Rregulli i parë është se nuk ka moral dhe e dyta se nuk ka rregulla. Faktikisht është pa rregulla. Dakor. Tani, unë mbase mund lejohet parashtoj një pyetje kështu gjithë përfshirëse, edhe pse duke e marrë përballë që nuk mund ta jepni përmes një përgjigje gjithë këtë sqarim që është jashtëzakonisht problematike gjërë, por konfliktet në lindjen e mesme. Cila është zanafilla reale që kjo zonë asësi të pushojnë nga këto konflikte? është e vështirë, kuptoj me dhënë një përkufizim qartë, mirë po ju jeni studiusi kësaj zone dhe të na bëni qartë edhe për audiencën, sepse vazhdimisht dëgjojmë interpretime nga më të ndryshmet, ju vetë se filluat një verzion, por në realitet ku qëndron problematika reale dhe zanafilla e konflikteve në këtë pjesë. Sigurisht. Në pyetjen e parë harrova të përgjigjem aty ku ishte fokusi realisht, sikur që përmendi profa edhe Ukrainën. Kavkazi është në një stabilitet relativ në pjesën e Karabakut midis Azerbajxhanit dhe Ermenisë. Ka një stabilitet, është një diskutim substancial që Irani është larguar tani, ka qenë shumë faktor për një korridor të shqytur Zangezur, që të mund bëhet lidhja e Nakhçıvanit dhe pjesa tjetër e Azerbajxhanit. Keni Venezuelën e cila tentoi për regjim ndryshim, doli se ka vetëm një ndryshim të një figure. Keni Grenlandën që për mendimin tim është një posibilitet konflikti. Keni konceptin filozofik të bërjes politik midis BE-s dhe SHBA-s. Keni pastaj luftë e cila është konkurruese në kontekst e AI-s midis Kinës dhe Amerikës. Për SHBA-n, Kina çdo herë do të jetë armiku më i madh, për BE-n është Rusia në esencë. Edhe këtu keni një konflikt të themi të thurur. Pastaj keni në linjët e mesme, mos përmendi Palestinën vetëm se e dim, për 3 vite më tepër kemi në Gaza dhe në Brengun Perëndimor, kemi Jemenin, Sudanin, kemi Somalinë e kështu me radhë. Kështu që mendoj se 2020 dhe këndej ka filluar një pra periudha pas pandemisë. Pas pandemisë është një fazë e cila tenton të jep se kemi luftra lokale, mirë po kanë për masa globale. Për arsye se ka një teori, thot nëse keni interdependencë komplekse, do të thotë shteti A dhe shteti B, kanë zhvillim ekonomik, edukativ, arsimor dhe kështu me radhë, mundësia për konflikte shumë e ulët. Dhe pra duhet bënim më tepër zhvillim ekonomik. Mirë po nëse zhvillimi ekonomik këtu tash u ndërhyj, nëse zhvillimi ekonomik është asimetrik, tentativat për ta zgjeruar apo për të operuar si hegemon më i madh, prapë do të vjen. Është Rusia dhe Ukraina. Do të thonë sa më shumë që ju bleni gaz dhe naftë nga Rusia, aq më shumë është fuqizuar financiarisht dhe tentativat apo i kthehet mbas historisë. Dhe historia të jep çdo herë mundësi për të zgjeruar territorin, për të zgjeruar apo hegemoninë, fokusin e kështu me radhë. Dhe në këtë momentum po mendoj se edhe teoria e kompleks interdependencës po bie poshtë dhe do t'i mëson shtetet që të bëjnë një lloj bashkëpunimi simetrik, jo asimetrik. Kemi luftra asimetrike, Palestina, qoftë merrni Gazën, ku Hamasi është apo ka pas një leadership politik tani më vetëm se është në rënje e sipër, mund të them edhe komplet marginalizuar, po edhe nëse merrni atë politikën më butëse të Fatahut në Bregun Perëndimor, nuk po funksionon me Izraelin. Nëse merrni Jemenin poshtë me Houthit, është një luftë proxy ku Irani tani që është në luftë direkte me SHBA, edhe aty është një lloj SHBA-e në Yemen që tenton të finanson Houthit për të bërë një destabilitet rajonal. Çfarë duhet të them? Duhet të them se
kemi ardhur në një rend të ri botror, tani nëse mundem profos të lidhem, unë mendoj se kemi hyrë në një zonë ku e quaj multipolariteti i diversifikuar. Çfarë do thotë? Do thotë se tani më shtetet e mëdha, hegemonët, nuk do kenë mundësi të kryejnë punën vetë. Do kenë nevojë për shtetet rajonale që t'ju ndihmojnë, esencialisht. Edhe jo rësisht SBA tani kanë nevojë. Mbas edhe iniciativa e formimit të bordit të paqes. Gjithsesi, aty ka një tendencë tjetër që të defokusohet, të spinohet çështja e Gazës dhe të marginalizohet Kombet e Bashkuara, që është edhe një herë metodologji e gabuar, esencialisht. Por aty ku desha të nisim është se nuk do të mundet më bota të ndahet në periudhën në dy pole. Do ju duhet edhe forca rajonale që i quajmë middle powers apo fuqi të mesme që nuk kanë arsenal nuklear, por janë të modifikuara për të ndihmuar procese. Keni Turqinë, keni Indinë, keni Pakistanin nga aspekti militar e kështu me radhë, edhe shtete tjera. Dhe në këtë frymë mendoj se këtu vjen te leadershipi amerikan, që kam qenë emisione tjera në Shqipëri, mos të përmendi televizionin. Këtu është problemi i SBA-s. Mendoj se nuk ka vetëm një rënim të leadershipit politik individual, po ka një rënje, mund të them, të kredibilitetit të njohurive, të spaku historisë nga 50-at dhe këndej. Do të thonë, struktura apo animimi i lëvizjeve të reja komplet ka vendosur SBA në një situatë anakrone, antagoniste, biles me gjithë aleatet e vetë. Dhe tani, kur jeni në Iran, keni problem të fokusoheni, sepse filluat debatin për Grenlandën, vendosët tarifat, nuk ndihmoni Ukrainën. Kidnapuat president. Aty mund të themi te poli vet, aty është një lloj apo strukturë, një konjunkturë sikur që shef Rusia, Kavkazin dhe Azinë qendrore. Këtu Amerika në Venezuelë shef një lloj hemisfere të Amerikës, por ama ju me BE-n që keni doktrinë filozofike të përbashkët nga lufta e dytë botërore dhe këndej, nuk them se nuk do të ketë nevojë për ndryshime, por ama ndryshime radikale brenda natës janë të pamundura në diskursin filozofisë politike, shumë arrogante, shumë arbitrare, shumë agresive, fundamentalisht se ju nuk dini, ne di më tepër, ne jemi më të fortë, mendoj se tani me thirrje telefonike për rritje të taksave, taksave, po, pa dë një argumentim të madh ekonomik, nuk jam ekspert ekonomist, po nuk po japin apo efektin e vet, krijon një situatë që edhe lufta që është vendosur direkt me Iranin bën që kjo situatë realisht ta vendos në një test periudhë edhe hegemonin më të madh botror global që mos të dinë cilin metodë të përdor për arsye se kredibiliteti moral është humbur, që përmenda më herët, çka nëse humbe edhe kredibiliteti ushtarak. Komplet është një rajon rrëzohet, po ideja se SBA-t janë në një pozitë për të mbrojtur nga të tjerë. Tani këtu për të lidhur edhe vetëm një moment, nëse ma lejoni, vetëm si ta hapi si temë, është një temë shumë aktuale, ishte në Baku para disa muajve, energy security. Nuk është vetëm të keni energji, naftë dhe gaz, po si të ta apo transmetoni dhe transportoni në për vende tjera, ideja është në BE. Tani, po i bie se edhe ku është zona filla e energjive, këto shtete nuk kanë investuar për t'i siguruar këto platforma. Po ja vetëm si iniciativë, që dhe më thonë dhe që i bie se edhe konjunktura e SBA-ve nga aspekti ushtarak do t'jetë në question mark, në pikpyetje, dhe këtu do të hape disa mundësi tjera që do të diskutojmë edhe më tutje. Por të ndëlidhë këtu, profesor, me atë që tha zoti i Bishi mbi atë që tani vendoset edhe në pikpyetje dhe kredibiliteti ushtarak, është edhe thirrja e fundit e Trump ndaj vendeve të Europës për të intervenuar në Iran, ku refuzuan, edhe Franca, edhe Gjermania, edhe shtetet tjera, refuzuan, nuk ju përgjigjen pozitivisht kësaj kërkese për ndihmuar në intervenim në Iran. A i bie kjo që në fakt saksisht këtu po rrezikohet, sepse pasaj kundër përgjigje Trump ishte që nuk kishte nevojë për ndihmë, por vetëm ka testuar shtetet evropiane. Është në një situatë, si them, në situatë jo reale, duhet të shndrojmë në realitet, ose një absurditet në ta racionalizojmë.
Qasja e Trumpit në politikën ndërkombëtare na duket komplet irracionale për neve që jemi trajtuar dhe jemi edukuar, veprojmë dhe ta mendojmë politikën mbi disa parime, mbi disa rregulla. Mirë po, në këtë kaos që ai e kriton, megjithatë ka, sipas shqiptimit tim, një rregull. Prishja e Bashkimit Evropian, që Trumpi në mënyrë direkte apo indirekte tenton ta bëjë, është e qartë. Vetëm pasi do të ishte shkatruar një Bashkim Evropian në thojza, atëherë do të kishte pas mundësi Trumpi si hegemon kryesor mbi parime bilaterale çdo shteti ti imponoj rregullat të cilat ai do t'i vlerësojë se janë të favorshme për shtetin e vet dhe për atë. Kurse në Bashkimin Evropian 500 milionësh i unifikum, vështirë se ai do të mund t'i imponoj rregullat të cilat do t'i sjellin aty benefit të Amerikës benefit. Sepse këtë ka paralemruar që fillim që fokusin do ta ketë tek politika e mbrëmshme. Ai ka edhe veprime konkrete hiç më larg se sot ju keni një skandal ta quaj në Sloveni kur agent të Mossadit, jo të Mossadit, të agjenci private ndërhin drejt për drejt në zgjedhjet në Sloveni, kur kryetari i Slovenisë, kryeministri i Slovenisë lë gjitha aktivitetet e nisët për Bruksel, alarmon Brukselin se drejt për drejt intervenohet gjithsesi ka ndërhyrje në zgjedhjet në Sloveni. Gjitha forcat e ekstremes që sot tentojnë dhe paralajmërojnë faktikisht, mos them zhbërjen e BE-s, por devalvimin serioz të kësaj organizate në mënyrë direkte apo indirekte për krahen nga Shtetet e Bashkuara, gjithsesi nga qeveria Trump. Ajo nuk është se nuk ka një logjik. Logjika është e qartë. Pasi do të kishte mund ky unitet të prishet, atëherë krijohen mundësi dhe hapësirë që ai ato t'i shoh si material përpunues për qëllime të vete, edhe jo rastësisht keni pasur deklarata prej funksionarëve të lartë politik si Macroni se ne nuk pranojmë bazalitet. Sa të janë vetëdijshëm se nëse do të dobësohej Unioni Evropian dhe do të prishë unitetin brenda Unionit Evropian, atëherë çdo shtet në marrëdhënie bilaterale me Amerikën do të kishte në një luftë asimetrike do të jetë i detyruar të pranojë rregullat që të imponojnë. Sepse ka një disbalans të madh. Se ka një disbalans të madh. Por sa i përket nevojës do të reflekton që është reciproke, sa ka BE, sa ka SBA nevojë për BE ose për shtetet të BE-s, aq ka nevojë edhe BE, por sa i përket edhe investimit në NATO, në aleancën. Dy dallimet konceptuale. Bashkimi Evropian mendon se Amerika ka nevojë për Bashkimin Evropian, por jo për shtetet individualisht të Bashkimit Evropian. Kurse Amerika mendon se mas miri kishte qenë në interes të Amerikës sikur Bashkimin me shtetet e Bashkimit Evropian në mënyrë bilaterale të rregulloj marrëdhëniet. Sa për reflektim ose si do të ndikoj, me shihen efektet e para. Ju hiç më larg se sot keni Kipra paralajmëron se do të filloj negociata miqësore për rolin e bazave të Britanisë në Kipro, sepse ajo një dron që u lëshu në atë bazë hapi shumë dilema dhe debate. A mund një bazë, gjithsesi një bartës i viteve 60 të jetë garancë dhe siguri për Kipron, apo Kipron e vendon në cak legjitim të një force tjetër. Kishte disa shkrime rreth kësaj çështje dhe kish më larg se sot kemi edhe zyrtarisht deklarimin nga ana e Kipros se pasi kaloi situata, përmbyllet disi situata me konfliktin që është në Iran, ato do të fillojnë bisedat miqësore, siç thonë, për eventualisht dislokimin gjithsesi tërheqjen e këtyre bazave, sepse ato tashmë për paraqesin rrezik se sa mbrojtje reale. Dhe ato i quhen mbetje të kohës kolonialiste. Dhe duke tërheq paralele edhe me efektet, gjithsesi jo efektet që japin anijet ushtarake që sot gjenden në gjinjë të Britanisë, konkludimi është i qartë se gjithaj balloni fry në bindje për një fuqi që ka aftësi të veprojë në çdo qosht të botës, edhe me përkrahjen e Shtetit të Bashkuar, rënohet dhe bëhet në pikpyetje. Pra, është kohë për reflektim shumë dimensional, devalvim edhe në aspektin ushtarak, nëse veç fakti që
kryetari I një shteti më të fuqishëm në botë, edhe ushtarakisht, edhe ekonomikisht, dhe rret për ndihmë, edhe hiç më larg se sot, nëse keni ndjek lajmet, luhet loje faktisht pa rregulla. I tërhoja paralajmëron ministri I Thesarit se mund eventualisht të hiqet embargo anijeve iraniane në ujnë ndërkombëtare që janë me Base flitet edhe për ndryshim të valutës që vetëm me valutë kineze në fakt të blihet. Po, do të them, fakti që që do të bie edhe vlera e kërkon dollarit ndihmë amerikan. për shteteve evropiane dhe kur ato refuzojnë ndihmë t'i japin, ai mandej thotë jo, po s'kam pas nevojë për këtë ndihmë. Vetëm ka qenë. Ai vetëm se devalvon edhe në aspektin moral, edhe në aspektin politik, edhe po nëse jo pse edhe në aspektin strategjik, se s'mund një shtet që ne kemi menduar se kontrollon çdo gjë në botë, mos ketë parashikime të sakta, gjithsesi kalkulime të sakta se si do të ecin punët në këtë konflikt që madje për të intervenuar, për të liruar një ngushticë pra për ngushticën e Hormuzit, kërkon ndihmë nga shtetet perëndimore. Megjithatë ju profesor në fjalën tuaj paraprakisht përmendet dhe ngritet një temë që ndëlidhet me resurset. Në fakt ju e ngritët tezën mbi atë se si ka mundësi që këto shtete nuk kanë arritur të gjenerojë këto sa I përket gazit, energjisë, kështu me radhë, që situata të tilla, një tash rastin konkret një bllokim I një ngushtice shkakton edhe një krizë globale ekonomike që akoma pa mbyll mirë kjo ngushticë, e njëjta gjë u reflektua dhe u pa ndikimi edhe në vendin tonë, ku kishte me një ngritje të çmimit të naftës e kështu me radhë. Kjo ka të bëjë me paaftësinë e shteteve në fjalë për siguruar gjëra të tilla, apo është çështje që varet nga janë resurse natyrore? Nëse flasim për çështjen e gazit, lëndëve të gazit, që nuk është çështje që SBA-t mbase nuk kanë potencial për gjeneruar mjaftueshëm për të furnizuar edhe botën, e që të marrin pasaj nga Rusia ose në këtë rast nga Irani, apo në fakt ju e vendosni theksin tek ajo që nuk kanë menduar strategjikisht, ka munguar vizioni për të qenë të pavarur nga këtë shtete. Unë më tepër e kisha idenë për infrastrukturën e cila kërkohet më tepër në pjesën e gazit. Ju mund të bëni transportim të naftës si të doni. Hormuzi është një ngushticë që prek diku 20-22% të naftës botërore, por ama nuk prek gjithandej se naftën mund ta transportoni si të doni. Te pjesa e gazit kisha më tepër diskutimin dhe këtu flas për idenë se unë jam më kritik për BE-n në kontekstin asaj se kanë qenë të fjetur për 20 vitet e fundit. Kam një opet për deli sabat të shkuar dhe kam kritikuar realisht në këtë vi. Një kritik konstruktive. Ideja është domethënë se nuk kanë punuar as pak në ndonjë alternativë të rrugëve, po sërish për gazin që të mund t'i bëjnë substitut Rusisë. Dhe këtu keni ju Azerbajxhanin, keni Azinë Qendrore, keni Kazakstanin, keni detin Kaspik dhe nuk keni asnjë projekt. Projekti I vetëm që funksionon është Baku-Tbilisi-Ceyhan, që bie naftë dhe gaz për Turqinë, dhe pastaj TAP-TANAP që lidhin Turqinë, Ballkanin dhe BE-n. Domethënë infrastruktura komplet tjetër është e vjetër ruso-ukrainase, edhe infrastruktura e re që gjermanët tani më është komplet e larguar, është funksionale, po, ajo është e përfunduar. Është Nord Stream, janë përfunduar, është Nord Stream 1 dhe 2-shi. Njëshi po është ndaluar, 2-shi është bombarduar, po muhabeti është apo ideja është se keni domethënë politika të energjive në BE individualiste. Nuk keni politika kolektive, për cilën Bruksela po flet. Edhe në këtë vi rusët janë strategjikisht më të mirë, edhe nga lufta Iran, Izrael dhe SBA, por ashtu tani se SBA tani po diskutojnë edhe një pjesë e BE-s, jo gjithë, të jemi të sinqert, kërkojnë që edhe rutat e vjetra të rikthehen për arsye se na duhet alternativa. Dhe këtu vite kjo teoria që munduam ta diskutoj se edhe nëse nuk keni nevojë për naftë, siç është puna e SBA-s, ka rezerva të mëdha. Tregu global nuk njeh rezervat tua, po domethënë impakti I tregjeve ndërkombëtare prek gjithandaj sepse kemi chain management. Nuk prodhohet gjithçka në një vend, po gjithçka është e ndërlidhur. Domethënë atë që thash në fillim, interdependenca komplekse krijon edhe pamundësi që hegemonët të funksionojnë. Për arsye se edhe nëse nuk kanë nevojë për naftë, të tjerët aleatët kanë nevojë. Nëse SBA-t nuk preken as pak nga raketet e Iranit, Saudia preket.
Kuvajti preket, Katari preket, Bahreini, që ju për vite i siguroni dhe investoni dhe realisht ato ju financojnë juve, komplet sektorin e mbrojtjes, dhe ju çfarë teknologjie të keni kundrejt Kinës dhe Rusisë u ashitni arabëve. Tani po i bie se nuk keni qenë në situatë ti mbroni, që mendoj se do të hap komplet një situatë tjetër. Edhe ideja tjetër është se i bie se në këto vitet e fundit SBA nuk kanë qenë në lufta direkte përpos Afganistan dhe Irak, që është luftë frontale me domethënë me trupa në luftë toksore. Edhe këtu mund të themi se the know-how apo informacionet që kanë dhënë Kina dhe Rusia në ndërkohë të regjimit teokratik iranian nga viteve 90 dhe këndej, po jep rezultat. Informacione, qoftë për dron, qoftë për rakete kështu me radhë, dhe kemi një situatë, nëse më lejoni të hym tani te tema se çfarë ndodh në linjët e mesme, kemi një situatë kur SBA përmendën është në humbje, qoftë edhe se fiton është humbje për arsye se Trump do duhet të përgjigjet ekonomikisht në shtëpi. Në muajin 11 ka zgjedhje ku komplet dhoma përfaqësuesve, House of Representatives, edhe 1/3 e senatorëve do të kalojnë në zgjedhje. Keni problemin e migracionit ilegal, keni probleme ekonomike, keni probleme me sektorin e shëndetësisë. Është një sistem kaotik, mund të them në botë, sistemi shëndetësor më i dobët që ekziston është në SBA, sa për informacion të audiencës, dhe kjo do ta shtyn Trumpin që të përgjigjet më tepër. 2, Irani mund të mbijeton eventualisht që ndëri në fund që mos të jetë humbës. Me ndihmën e kujt mund të mbijetoj? Me ndihmën e formatit apo metodologjisë që nëse do bijem të gjithë. Dhe me shtypjen që u bën rajonit, që këto tregje globale për të stabilizuar, ato do të bëjmë presion në SBA që të ndalim këtë luftë, apo të bëjmë një spin apo të kalojmë diku tjetër që kjo të harrohet, sikur që po harrohet Gaza, sikur që harrohet Bregu Perëndimor, sikur që u harrua Ukraina. Ne nuk po flasim më për këtë. Edhe sikur që u harrua, besoj që me profën pas ke folur tepër për Epsteinin. Pikërisht askush nuk po flet. Edhe tash çfarë ndodh? Në mendimin tim është se gabimi metodologjik i SBA-s do t'i kushton Trumpit si individ apo si figurë politike. Kush fiton më tepër? Irani mund të fiton në mbijetesë, që kjo është strategjia që e shoh unë. Nuk është problem sa infrastrukturë humbemi ne, sepse ne jemi mësuar thon në embargo. Nuk është problem. Domethënë keni një shtet që është mësuar me embargo. 50 vite ato funksionojnë me embargo të tillë, dhe edhe nëse humbin në aspekti infrastrukturor material, do të rrimë këmbën. Ato vetëm duhet të mbijetojnë. Kështu mendimi im është, të rezistojnë edhe pastaj janë fitues moral të kësaj lufte. Kush fiton? Në kontekst rajonal fiton Izraeli, për arsye se është spinuar komplet puna e Gazës, keni gjenocid. Nga gjitha raportet ndërkombëtare, askush për neve më nuk flet për Gazën, për ato 70.000 njerëz që kanë vdekur, më shumë se 20.000 fëmijë. Gjitha raportet e Kombeve të Bashkuara, edhe entitetet të pavarura ndërkombëtarisht flasin për këtë, askush nuk flet për zgjërimin e komuniteteve hebrejike në Bregun Perëndimor. Domethënë sektori A, B, C komplet më kalon në dorën nga Fatahu në dorën e IDF-s. Askush nuk flet për Ukrainën, edhe Izraeli fiton në këtë vit për arsye se ka krijuar një kaos rajonal, unë kështu mendoj. Izraeli në mendimin tim kërkon zgjerim territorial, është një tendencë, por më së miri funksionon kur në rajon ka një kaos sistematik. Edhe 2, fiton Rusia nëse kjo embargo hiqet, për arsye se ka një disbalans ekonomik në tregjet globale, dhe e treta fiton Kina, e cila është as pak në luftë, mundohet që ta largon SBA nga lufta për arsye se kërkon një treg më të madh, 400 milionësh e kështu me radhë, dhe kemi një partneritet strategjik me Iranin, por nuk kemi unitet për të ndihmuar nga aspekti ushtarak. Kështu që nëse bëjmë një listim, humbësi më i madh në këtë vit është SBA, Irani, dhe fituesi më i madh është Izraeli, Rusia dhe Kina. Nëse prej epilogut. Kjo është një rezume e shkurtër që mund ta bëj. Unë mendoj se në këtë rast nuk kemi bindur se në fatgjat fiton Izraeli, Netanyahu fiton, patjetër që fiton në këtë situatë, kurse Izraeli si shtet në fatgjat nuk besoj, për arsye se nuk ka një filozofi, nuk ka një alternativë që Izraeli, një shtet me dikund e dini si është i fragmentu me përbërje shumë heterogene, që të mund të jetojnë në një rreth prej 1 miliard muslimanve në armiqësi
permanente me fuzionin që i vinë, infuzione që i vinë prej Amerikës. Është pyetje momenti që për shkak këtyre rrethonave që i përmendët, çmimin që ka, veç tash lipen 200 miliardë shtesë për vetëm për luftën, kurse pasojat ngritjes së çmimit të naftës, por edhe të plehrave artificial dhe pasojat që të ketë bujqësia nga plenat artificial që vijnë gjitha prej gjirit, tek do të shihen më vonë, që detyrimisht do të bëjmë presion mbi Trumpin dhe administratën e Trumpit, edhe të ndigjohen zëra, tash me të madhe në Amerikë, se kush kënd e kontrollon Amerika Izraelin apo Izraeli Amerikën, kush është e para Amerika apo Izraeli, dhe këto zëra besoj se do të shumohen, dhe një ditë do të bëhet në pyetje çmimi, deri kur është në gjendje Amerika të paguajë çmimin një Izraelit, e cila permanent regionin e mban konflikt, dhe andashta është koha ai të fillojë të rishqirtoj pozitat e veja nëpërmjet partnerëve tjerë strategjik që do të kishin kushtuar shumë më pak, a do të kishin pas efekt shumë më të madh këtu në këtë rast, se kom rastin fjalën për Turqinë edhe për shtetet tjera, sepse unë mendoj se çmimi i kësaj lufte në nivel global tek do të kalkulohet. Ne nuk e dim sa do të zgjas, por tash për tash edhe neve në xhepet tona e ndjej. Bujqësia do të jap efektet shumë më vonë, sepse gati 100% Brazili furnizohet me plena artificial prej gjirit, diku 20-30% të prodhimeve botënore janë prej gjirit, ato të kenë efekte në bujqësinë, në rritjen e çmimeve të ushqimit, ku mbas shumë të është ndjen popullata e thjeshtë, që vetë ajo do të krijojë presion tek shtetet aleate, një pjesë të Amerikës, por edhe vetë Amerikanat, që do të hapet debat për këto çështje. Dhe unë nuk jam i bindur se në afat gjatë, një filozofi, thjesht nuk ka filozofi, sipas shikimit tim. Filozofia e vetme, sipas shikimit tim, ballafaqimi i botës monoteiste me Kinë është unifikimi i botës monoteiste. Gjetja një paqe, një formule paqe ndërmjet feve monoteiste. Për ndryshe, nuk shoh mundësi që Amerika me një Evropë të shpërqendruar, me një tash edhe shtetet e Golfit që janë financues të mëdhenj të Amerikës me triliona dollar, edhe në IT, faktikisht edhe në gjitha sektoret teknologjit, edhe ato besoj se ta rishqirtojnë pozicionet e vetët dhe kërkojnë zgjedhje alternative, se tashmë përdoftohet se ajo që pretendonin se të është garant për sigurinë e tyre nuk është edhe gjithaq garant. Dhe një tendencë besoj e shteteve muslimane dhe tjetë ka gravitimi, ka një qendra, që them, edhe se muslimanët faktikisht dini më mirë filozofia islame nuk një hierarhi, ato janë të disperzuar. Po, institucional. Mirë, po, ka dy shtete që nuk e kanë përjetu kolonializmin, Turqia dhe Irani. Turqia ka qenë në ndikimin e perëndimit, nuk ka pas pa hiç, kurse Irani ka qenë më pak e ndikuar, që kanë ruajtur bërthamën e një filozofie autentike që mund pak a shumë bëhen forcë tërheqëse, sipas shqikimin tim, edhe sa e kërkon kohë, kërkon shumë debat, por nuk jam i bindur se kjo politikë që ka konceptualisht dallime sipas meja, sepse mendoj se filozofia, gjithsesi koncepti Izraelit është sa më shumë të përçahen shtetet fuqit botës muslimane, Turqia, po edhe përfshi edhe Turqia, edhe Iranin, me lufta eventualisht të brendshme, ashtë më hapësirë ka dhe ashtë më do të mund menaxhohet situata, dhe ke konceptin në cilë thonë se megjithatë duhet të ketë qendra rëndimi, në këtë rast siç ishte një tendencë që bota sunie të lidhet dy qendrave në Arabia Saudite, Turqia dhe nga ana tjetër Irani me botën shije, që ajo është një shikim tjetër për stabilitet afatgjat. Prandaj në afat shkurt, po, më këtë rast më tepër ndoshta Netanyahu dhe qeveria, por në afatgjat nuk jam i bindur se do të jetë fitues Izraeli. Fitues Izraeli. Mes tjerash ne diskutoj përmendje edhe profin
Kalim thit që doset Epstein dihet që nuk është qëllimi kryesor i fillimit të këtij konflikti, por a mund të jetë edhe një mbulim i këtij skandali të përmasave botërore, për ta zhvendosur komplet vëmendjen e opinionit mbi atë që ne këtu kemi përmendur që derisa vendet e vogla të Ballkanit kanë pas shembullin më të mirë SBA dhe liderët model praktikimit të atij leadershipit, përmes atyre dosjeve u dëshmua se nuk ka qenë ashtu. Dhe tash me rindezjen e këtij konflikti në Iran, ai bie që është edhe një tendencë ose shfrytëzim rasti për ta mbuluar edhe këtë skandal të përmasave botërore? Mendoj se aty të tham, është luftë e narracioneve, cili tregim do të dominoj. Është normalisht tendenca e liberalëve, gjithsesi edhe grupit të aty Trumpi që tenton ta marginalizojë dhe ta hetë në hije gjithë atë punë, sikur kjo abnormalia të bëhet normale, se dikur kjo është një gjë që ndodh gjithmonë, siç thamë edhe atëherë. Mirë po tash unë mendoj se mund edhe atje të fillojë të dekonspirohet gjithë ai rrjet i cili ka pas njerëz në qendra shumë të fuqishme të vendosjes, por nëse një dështim eventual, që si tham, jo detyrimisht thyrje kështu e përnjëhershme, por sido që tjetë, si tha edhe profi, Amerika është humse në një mënyrë në këtë rast, se matematikat nuk dalin, spaku nuk dalin ashtu si janë planifikum, do të hapë çështje, sepse sipas meje, kur shtrohet pyetja a Amerika e para, a Izraeli e para, nën hijen e kësaj është dosja Epstein. Do me thënë vetë parashtrimi i pyetjes vetë parashtrimi i pyetjes në sens tregon se ka ndryshim në këtë çështje. Ka ndryshim në këtë. Megjithatë do thotë nga kjo bisedë deri tanishme po konstatojmë që bota nuk është në paqe. Ju mesjerash përmendët që ekziston edhe një rrezik i shpërndarjes të këtij konflikti ose zgjerimit të këtij rrjeti të konfliktit, mbase për të vazhduar ose për të pasur rezistencë më të qëndrueshme Irani. A ka rrezik që ky konflikt të shpërndahet edhe në Europë? Nëse mund të lidhem pak se atë që profa e vendosi si tezë, unë mendoj se nëse shihni lëvizjet e Izraelit, me për shembull para se të ndodhë 7 tetori, ku momenti i parë ishte ajo një krizë më e madhe në Palestinë apo në Gaza, ju keni një lëvizje të Abrahamic Accords, ku Izraeli mundohet në një filozofi tjetër politike t'i animon komplet rajonin që ta lidhë çështjen edhe të Palestinës, po dhe të bëjë një bilateral më të mirë në rajon, që tregon se është një faktor stabil, nuk është faktor jo stabil dhe të kërkon stabilitet nga të tjerët, që mos ndodhë e 48-a, e 63-a, e 73-a, pardon, 68, 73, Jom Kippur e kështu me radhë. Për atë mendoj se gjithsesi se Netanyahu do të fiton si individ, por ama edhe Izraeli për arsye se ju të bëni gjenocid, dhe të krijoni spinë me Iranin, është fitues në këtë vijë. Komplet situata, domethënë në Palestinë është e devastuar për mendimin tim, dhe për atë mendoj se edhe në rajon ju ka treguar tani me Iranin, se Irani më nuk po bën luftë direkte me Izraelin apo me SBA-t. Dhe unë pranoj argumentin se nëse invazioni ka qenë SBA Izrael kundrejt Iranit, ato kanë të drejtë nga aspekti i drejtës ndërkombëtare të mbrohen. Dhe këtu unë e kuptoj strategjinë e Iranit në kuptimin e bazave amerikane në rajon. Por ama, si do e shpjegoni hotelet, si do e shpjegoni infrastrukturën e naftave dhe gasit e kështu me radhë. Dhe kjo i bie se për mendimin tim, argumenti tjetër është se Izraeli ka treguar tani se edhe kjo forcë, e cila ka qenë në antagonizëm midis Saudisë dhe Iranit, mos të harrojmë, për mendimin tim janë 4 boshte, kanë qenë 3, tani më është i 4-ta Katari, që janë alternativa të rajonit në lidhje të mesme për të qenurit lider, fokus dhe shire tjera të marrin shembull. Është Turqia me islamin kulturor, atë që Mustafa Kemal bën, është Irani me konceptin teokratik nga 79 e këndej, dhe është Saudia me konceptin vahabist apo sunist, që mundohet që ky moment është koncept teokratik, po edhe despotik, që të vendos rregulla dhe të tjerë të lidhen më pas. Dhe Katari, i cili në vitet e fundit është jashtëzakonisht një shembull i mirë, që si shtet i vogël, $8, është i gatshëm të bën influencë të mëdha në soft power. E keni Al Jazeera e kështu me radhë. Dhe tani mendoj se, mirë po, Saudia dhe Irani, por edhe Turqia, çdo kanë qenë në një antagonizëm konkurrues.
Edhe askush këtë nuk mund ta mohon sepse historikisht edhe nga aspekti i interpretimit kuranor keni shkollën sunite dhe shiite. Në Irak keni një situatë, keni Bahreinin, i cili është një lloj reflektimi i njëjtë të Irakut në strukturë, keni 70% shia, por leadershipi politik është suni, që ka qenë Saddam Hussein në Irak, dhe unë prapë mendoj se Izraeli ju ka treguar tani se shifni ky Iran i cili ju po bënit marrëveshje me Iranin Saudia në kohën e fundit, është prap faktor jo stabil. Ne jemi më stabil. Dhe në këtë vijë jam i sigurt se edhe si Izrael do të funksionon dhe nuk mendoj se gjiri në lidhje mesme, gjiri persik do të jetë një situatë që në mënyrë radikale të ndryshon gjeostrategjinë e vet. Sepse cilat janë alternativat? Nuk e keni Sheban, e cila ka humbur, pajtohem, kredibilitet moral, po edhe ushtarak, nëse analizojmë kështu, cilat janë alternativat? Sistemi imunist në Kinë, është fuqia ruse e cila ka invazion më të madh në Ukrainë, pastaj edhe më tutje. Prapë mendoj se prapë mendoj se alternativa e arabëve është aty ku mbetet, por me një konfigurim, kërkoj ndjes, për të ristrukturuar konceptin e mbrojtjes, të energy security, po edhe të pikave më të themi më sensitive. E tani të dalë te pjesa tjetër nëse Malioni a do të mund pyetja ishte të zgjerohet? Po, vetëm se në lidhje mes ju keni zgjerim. Ju keni luftë midis Iranit dhe Emiratet Arabe në Yemen. Keni luftë midis Saudisë dhe Emiratet Arabe në Yemen. E dini këtë? Të gjitha proksit që i financojnë këto dy shtetet, edhe pse janë të një konture ideologjike sunite, ka një konkurrencë të brendshme në Yemen. Edhe keni Houthët që financohen nga Irani. Keni një situatë tjetër ku për shembull Hamas, i cili është kontur sunite, ka qenë në kohën e fundit i financuar nga Hezbollahu, që është proksi i Iranit në Siri, po më tepër në Liban, edhe me konjunkturat e veta ushtarake, po edhe politike, dhe kjo tregon se vetëm se është zgjeruar konflikti, gjithsesi, por ama a do të mund të prek në Evropë, nëse aty është pyetja, unë mendoj se konflikti Rusi-Ukrainë është substancial dhe nuk shoh ndonjë situatë të re për nga aspekti i ndonjë ndezje të re. Por ama çdo lëvizje tjetër që mund të ndodhë nga aspekti i boshteve midis SBA, Rusi dhe Kinë mund të ndjejmë diçka në Ballkan. Mund të ndjejmë po të themi një tentativë tjetër e cila mund të prek më tepër, edhe kontura e leadershipit Trumpiste i themi është i paparashikueshëm, ka mindset biznesi, ndonjëherë mendoj se është edhe përtej biznesi sepse ne punojmë në sektorin real, është leadership i pa rregullave dhe mendoj se nëse kjo lëviz këndej, definitivisht çështja Kosovë-Serbi do duhet të ridiskutohet dhe marrëveshja e Brukselit për asociacionin e komunave, me siguri do të rihapet, por tani për tani nuk shoh sepse është fokusuar në kemi Ukrainën, kemi shumë vende, por ama është si një momentum për mendimin tim. Dakor, sepse jemi nga pjesa e fundit, është temë shumë e gjerë, shumë e vështirë të përmbledhet me një hapësirë të kufizuar kohore, megjithatë zoti Sulejmani, si pozicionohet Ballkani ka ngjarjeve globale? Ballkani mendoj se varësisht prej orientimeve ideologjike dhe varësisht prej pozitave që janë antarët e NATO-s, janë antarët e Unionit Evropian, edhe ato pak a shumë ndjekin ato vija, por edhe ndikimet ideologjike, këtu bën një përjashtim Shqipëria, e cila ideologjike ishte edhe se qeverisë për një qeveri të majtë, por shumë haptas pozicionohet në mënyrë agresive ta quajë karshi kundër Iranit dhe në përkrahjet e Izraelit, që nuk është rast të qeverit e majta në përgjithësi në Evropë, është një qëndrimin e Spanjë në qeveri majtiste, por dhe laboristët në Angli janë të kufizum, nuk janë aq të eksponum, dhe ato kalkulojnë me shumë, edhe qeverit tja për shembull edhe në Sloveni, që Irlanda, dhe gjithë ato qeverit e majta, janë pak a shumë më të kujdesshme në deklarimin e tyre, ato janë pjesë e Unionit Evropian, janë pjesë e NATO-s, dashje pa dash, në një mënyrë duhet mbajnë një qëndrim dhe një raport i aleatit kryesor në NATO si është Amerika, dhe sa ato heshtun diku me zonë matë natë diku matë, por i shprehim pak najtësit e tyre. Mirë po, shtetet e Ballkanit veçërisht unë pak kom shqetësim të shqiptarët, po edhe Maqedoni, përse për shembull Maqedoni nuk keni televizion sot që debaton për këto çështje,
do të thonë opinioni publik fare nuk është i sensibilizuar. Ja sonte po diskutojmë. Prandaj ta përjashtojmë televizionin shenjë. Televizionin përjashtu televizionin shenjë, mirë, por këto televizionin maqedonese shumë pak ose fare nuk e trajtojnë këtë çështje. Për dallim prej asaj në Shqipëri ka debate, ka edhe në Kosovë, ka edhe në vende të tjera, por Maqedoni thuajse asgjë nuk ndodh, sikur ne jemi në ishu në një planet tjetër. A ne gjithë tash flasim se sa është ndërlidhur bota njëri me tjetrën, se një lëvizje, si thuhet, flatrave të flutrës me një qesh botës, neve kocit në dhëmin këtu. Ajo është fatë dhe duhet të jenë ma sensibilizuar opinioni publik, që të bëjë presion mbi elitat politike që të jenë ma syqeres dhe të ndjekin këto lëvizje dhe këto ngjarje që ndodhin ne. Unë mendoj se kjo papërgjegjësi e Kosovës, veçanërisht me këto paftësia për të zgjedhur një kryetar shteti në këto momente kritike, kur megjithatë duhet të jetë i konsoliduar pushteti dhe gjitha pushtetet të konsoliduar që të jenë sa ma vigjilent në situatat që ndodhen, këto aferat korruptive që shkojnë në Shqipëri, që nuk e dim si do të mbarojnë dhe nuk e dim për çfarë motive Rama i bën gjithë këto kërcime kështu dhe njëherë edhe të pamatuna për mendimin tim. Unë jam i vetëdijshëm se Shqipëria është antare NATO, se pretendon Unionin Evropian dhe se ka një partner strategjik me Amerikën dhe duhet ta ndjek vijat amerikanë. Megjithatë ai duhet të jetë i vetëdijshëm se një popullat e madhe është muslimane dhe nuk ka gjithashtu, sipas shqiptimit tim, opinioni publik aq i prirur në këtë moment të përkrahet ashtu pa rezervë në këtë moment Izraeli, po ka një simpati, si them, ndoshta edhe për ta quajmë edhe për motive, si them kështu, emocionale, zakonisht ai e viktima, njerëzit solidarizohen me viktimën, dhe të jetë edhe asaj natyrës, mos jetë krejt e lidhur me përkatësinë fetare, po unë jam i bindur se për respekt të kësaj popullate dhe këtij elektorati që nesër vërton ai duhet të jetë pak më i kujdesshëm në këto deklarime, edhe se s'ka dyshim se ai duhet të ndjek vijat e politikës jashtme të Unionit Evropian dhe të Amerikës në generale. Por, siç tha edhe profi, nëse do të ndodhte një balans më i fuqishëm, ja tash është pyetja ky që është Hungaria, si do të mbarojnë zgjedhjet, dhe ajo do të jetë një moment që mund të ketë ndikim të madh edhe në Ballkan edhe këtu te neve, dhe fatkeqësisht në një moment saktë mund ndodhim edhe ne në një pozitë jo gjithashtu të lakmueshme. Jo të favorshme. Mes tjerash para se të flasim, jemi krejt në pjesën e fundit mbi atë që a ka kapacitet të mjaftueshëm diplomatik Maqedonia e Veriut për të pozicionuar në situata të tilla. Ju mes tjerash përmendet kalimthi shpejt çështjen e rishikimit të marrëveshjes së Brukselit për sa i përket asociacionit të komunave në Kosovë. Në shkuptim theksuat këtë gjë? Më tepër ishte ideja se nëse keni ndonjë hapësirë ku SBA duhet intervenuar, dhe se shihni lëvizjet edhe në mandatin e parë të Trumpit dhe të fillim të dytit, ka qenë një akcent ku edhe ai përflet në Board of Peace, se çështjen e Kosovës dhe Serbisë ka zgjedhur. Ka përmend shpesh herë. Po, domethënë që është në agjendë, por ama nuk është në fokus për arsye se kemi probleme nga më të ndryshmet. Për Shqipërinë, nëse mundet bëj lëvizje edhe për Maqedoninë, domethënë kështu është. Me neve, unë çdo herë mundohem student që them se SBA duhet t'i analizoni në një fokus më të ndryshëm. Nëse shihni nga aspekti global, mund flasim për moralizimin e çështjes. Dhe do duhet jemi kritik konstruktiv nga aspekti i filozofisë politike, leadershipit, SBA-t. Probleme kanë që nga viti 48 këndej është në një momentum linear për Izraelin është. Mirë po, nga aspekti rajonal, dhe si shqiptarët që e nisi profa, mendoj se ne jemi në situatën të jesh armik i Amerikës është keq, po të jesh mik është fatal. Domethënë, ne nuk kemi mundësi, nuk kemi alternativa ato që kanë serbët. Në kontekst të hegemonëve global. Shqiptarët kanë vetëm një alternativë dhe në këtë vijë, unë e kuptoj edhe Edi Ramën, edhe pse është majtist, ai është pragmatik në këtë vijë. Mos harroni, është edhe protagonist në cilën vijë. Mujahidin El Halk është një kamp që Shqipëria me vite i mban të themi irredentistët politik të Iranit, që sistemi i teokratik iranian apo i ka zhvendosur. Shqipëria në vijë të përbashkët në partneritet me SBA-t ka një kamp. Dhe ka pas disa probleme për arsye se ato intervenojnë në Iran
në aspektin e hakimit, Irani pastaj mundohet që të intervenon në Shqipëri. Domethënë Shqipëria ka filluar të paguajë një çmim para se të fillon kjo luftë esencialisht. Kështu që nuk e kisha vendosur se Edi Rama më herët ka hyrë në këtë lojë dhe e din se çfarë bën dhe mendoj se në këtë vit ne nuk kemi mundësi të bëjmë alternativa. Për shembull, e përmenda serbët kanë mundësi, sepse për SBA është interesant të kenë edhe serbët në një vit e përafërt, sepse janë larg në kontekst të NATO-s dhe në kontekst ideologjik versus Rusisë. Ne shqiptarët nuk kemi këtë mundësi dhe situata e cila është tepër serioze ku për mendimin tim BE totalisht e kanë humbur rrugtimin nga viti 2010 e këndej. Edhe me mundësinë për marrëveshjen e Brukselit, ku mundohen që në tentativa më të rëndësishme të vendosin parimet cilat nuk kanë argumentime. Duke filluar nga gjyqi special, duke filluar nga që nuk ka asnjë argumentim, por ama keni një fluks të madh se kinë se UÇK ka bërë apo gjenocid ndaj serbëve. Kjo ka qenë tentativa, nuk keni asnjë argument, mirë po, trajektura është marrë në këtë kohë. Edhe dyta, Brukseli në Kosovë, cila do elitë politike, do duhet të hynë në këtë situatë dhe për mendimin tim, sa më shumë që mbetet e pasgjidhur, kontenti për mbajtje e tekstit, mund të shiqoni, nga 2013 deri në orë, ka ndryshuar në favor të serbëve. Më keq për shqiptarët në Kosovë, për fat keq të themi. Por ama, në kontura globale, ne kemi këtë vit. Dhe këtu, sa të qohë që në Maqedoni shoh ndonjëherë situata që, apo koncepti slav të jetë më pro-rus, apo të jetë pro-iranian, apo lëviza që mundohet të flet në aspektin pro-palestinë dhe pro-iranian, unë mendoj se është mirë që kjo elitë politike është vendosur në vi me SBA, për arsye se këtu ne nuk kemi alternativë për të krijuar. Edhe nëse ka mbetë hegemoni vetëm me frikë, e dini, hegemoni është fuqi ekonomike, fuqi ushtarake që frikson, edhe vlera politike. Edhe nëse ka mbetur vetëm të na frikson SBA, në këtë vi nuk kemi alternativa të bëjmë real politik në këtë vi. Kështu mundohem ta Shumë i qartë, jo, shpjegim ishte shumë i qartë. Me tjera shprof... Jo, unë në parim të drejtën edhe jom kundra ati mendimi që ne kultivojme ko shqiptarët kam vetëm një alternativë, shqiptarët kam një rrugë. Unë duhe edhe studentëve të mësojnë jetojnë me alternative dhe kur s'ka të kryojnë alternativë, se përndushe nuk ka mendim, nuk ka liri. Me pa me tjera shëllë nuk u përmend që shqiptarët e njënë dhe përbosë. Këtu mendoj se emisionet do të mbyllet, mund debatojmë. Profa nuk kanë alternativa. Nga konteksti hegemonial, cila është alternativa? Sistemi ekonomik zhvillimor në Kinë, po me një sistem monist? Agresioni panslavik i rusëve? Cila është alternativa? Dhe më thonë, nuk kemi alternativa, unë sa mundojnë. Por ne mund me kritika konstruktive, kundrejt BE-s të jetë një alternativë e vogël. Por ama, edhe BE do të jetë çdo herë në vi me SBA, sepse është një histori e përbashkët në konturat e vlerave politike. Kuptoni, në Amerikë, nëse më lejoni më fal për intervenimin, për shembull, drejtori i inteligjencës në Amerikë jep dorëheqje. Por nuk ka eliminim të individit. Urdhoni bëni dorëheqje në Iran sot. Bëni dorëheqje në Rusi, bëni dorëheqje në Kinë. E kuptoni se këtu, me gjitha rënimet të kredibilitetit moral që e përmenda më herët, alternative vetme për një diskurs politik zhvillimor që do duhet të rinovohet në Amerikë, prapë është më e parafort me neve. Pse mendoni pse Turqia nuk bën asnjë lëvizje? Mendoni se nuk i din këto kontura? Për arsye se këto janë lëvizje që s'paku unë i shoh në mendimin tim se kultura politike që është instaluar në Amerikë me vite të tëra. Ka apo lëvizje, nga 1865, 1950, e kështu me radhë, por ama vetëm këndej keni zhvillime politike. Jo, andej nuk keni sisteme ose teokratike, ose autoritare, totalitare, ose agresive panslaviste. Dhe këtu unë si shqiptar nuk e shoh alternativën për pos BE-s dhe SBA, dhe më vjen mirë që ky Trump, i cili në mënyrë agresive vendos tarifa i nënçmon BE, e ka reviduar, rifreskuar BE-n, e ka rikonsoliduar, sepse në fillim ka qenë totalisht pasive, dhe mendoj se një vit do duhet... Masa edhe kontribon më tepër në atë çështjen e zgjerimit të kësaj. E këtu, unë mendoj se këtu është problemi, të duhet të punojnë shumë më tepër BE në zgjerim, edhe në financim të këtyre shoqërive. Dakor. Këtu është ajo që mund. Prop për ta përmbyllur. Ideja është se në parim, unë s'paku për mendimin intelektual, jam shumë kundra mendimit pa alternativa.
unë kom jetu në sistem ku jem eduku me një alternativ. Dhe pa tjetër. Në pluralizëm pa tjetër duhet krijohen nëse s'ka alternative spaku të mendimit dhe filozofimit. Është çështje tjetër e politikanëve dhe pragmatizmit politik që do të zgjedhet çka është e dobishme, jo detyrimisht e drejtë. E mundje të dobishme pyetja është e drejtë. Por në mendimin intelektual, ne gjithmonë do të hapim debate për pozicionin tonë specifik që e kemi këtu në rrethanat e reja të globalizimit që nuk e dim ne një në fund se çfarë drejtimi do të lëvizim. Thash unë që në fillim, ne duhet të jetojmë në perën të ignorancë për të ardhmen. Ajo që na duket ne pa lidhje që Trumpi mëngjes thot një deklaratë dhe mbrëm një tjetër. Ajo është faktikisht vendime, updatime ditore edhe në orë. Në mëngjes e jep një deklaratë se Berza ka ra, mbrëm e jep tjetër deklaratë i pëmbrez. Sot do ta sulmoj Rusi, nesër thot ja heqi sankcione për naftë, përsa jo e ndjek çdo ditë update të situatës. Nuk ka parime, nuk ka rregulla. Edhe në këtë situatë, unë mendoj se shqiptarët duhet të hapin debatin se çka nëse ndodhë se para disa ditëve kishte shkrime se Rubio veç ka deklaruar se të tërhiqen forcat ushtarake për Kosovës. Edhe kemi një alternativë? Se kemi. Çka bëjmë tash? Shka nëse Trumpi një ditë i kujtot, i tërhek forcat për Kosovës. Prof, atëri keni forcat e mesme, keni Gjermanin, keni Britanin, keni Francën, keni Turqin, ato janë alternativa, por ama në të njëjtën kontur, nuk po kuptohemi këtu. Kontura e kulturës politike është e njëjtë. Keni pluralizëm, keni liri të shprehurit, e kuptoni, këtë debat që bëjmë ne sot këtu. Ju po ta bëni në një vend tjetër, ne pastaj kemi probleme në përditshmëri. Domethënë, unë ju them studentëve, nëse një biznes, një individ finanson një parti politike e cila është në opozitë dhe të nesërmen në zgjedhje, ato nuk fitojnë, nëse biznesi juaj, liria e shprehurit, nuk është senuar, është definicion minimalist substancial për demokracinë. E kuptoni? Alternativa në aspekt shtetëror gjithsesi se kemi neve, por ama nga kontura e kulturës politike, këto janë alternativat. Në kulturën politike ne flasim për pluralizëm mendimi, nga anë tjetër themi orientimi s'ka, pa vetëm një. Profa, orientimi është Euroatlantik, do më thënë, kur them kështu, mendoj SBA dhe mendoj për orientimi është Euroatlantik. Për shembull, Spanja është orientim plural dhe moralist për mendimin tim, se mos jemi me Spanjën. Po Spanja mua atje. Ama nuk është hegemon Spanja, këto janë problemi. Edhe çështja e Spanja nuk bën as Kosovë. Ama çfarë mund të bën Spanja në kontekstin e sigurisë? Këtu është dilema. Sa krijon pa siguri. Alternative duhet të jetë autokracia. Kur kush nuk tha se alternativa duhet të jetë teokracia. Kur kush nuk tha, në kornizat e mendimi plural, edhe të demokracisë, mendojsh për pozicionin që të definon historia dhe geografia dhe realitetet e reja, autonom dhe autokton, të pozitës tonë që kemi. Kjo është, kur kush nuk tha se ne drejtimi do të jetë alternativ Rusia, as Kina, as ka shansa të jetë. Po mbrenda këtyne kornizave, dhe vlerave të definume. Të jemi okej, po. Vlerave këtyne vlerave të definume, ne duhet të shqyqojmë pozicionin tonë. Cita do të jetë, a jemi, ne 30 vjetë flasim për integrim, punë kom përshtypje se ma të getoizohemi se integrohem. Dhe ne duhet t'japim përgjigje pse kjo në ndodhë. Kjo është një debat tjetër. Po. Dakor, unë ju falenderoj për kohën tuaj, ishte kënaqësi t'ju kemi në studio. E përmenda disa herë që shumë teme gjërë, mirë po munduam që sadopak për t'i dhënë një sqarim edhe opinionit publik mbi atë se çfarë ndodh në botë dhe cilat janë implikimet ose ndikimet edhe këtu në rajonin tonë. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.